Iniciativa Zero së bashku me familjarët e viktimave që humbën jetën në spitalin modular në Tetov, sot dorëzuan propozim zyrtar deri tek kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe kryetari i Këshillit Naim Ismaili, që hapësira ku u dosh spitali modular të shndërrohet në park përkujtimor për nder të 14 viktimave. Mumin Ismaili, familjari i njërit nga viktimat, deklaroi se është tronditës fakti që ai vend sot është i neglizhuar. Është tronditëse dhe dhimbshme për ne si familjar të shohim që në vend ku ndodhi një tragjedi më të rëndë në qytetin tonë, sot është shndruar në një vend të haruar, i mbuluar me makina të vjetura, pluhur dhe shpërfillje. Ati ku dikur u lërintni zjarri dhe dhimbje, sot mbretëron neglizhenca. Kjo nuk është thjesht mungesë respekti, kjo është një plagë e re mbi plagët që ende nuk është e mbyllur. Ky park do të jetë kujtesë, do të jetë reflektim, do të jetë një thirrje që mos të ndodhë më askund dhe askurt. U bëjmë thirrje institucioneve që të veprojnë me përgjegjësi, jo për ne, po për shoqërinë, për të ardhmen, për gjeneratat e reja që nuk duhet të rriten në një vend ku jeta humbin ndërsa drejtësi nuk ka. Blendi Hodai nga Iniciativa Zero kërkoi që ky propozim të merret në shqyrtim serioz. Kërkesat që i kemi dorëzuar drejt komunës së Tetovës janë si në vijim, që të marrë në shqyrtim serioz dhe të miratoj këtë iniciativë qytetare për krijimin e parkut memorial, përfshi propozimin për ngritjen e parkut memorial në programin e komunës për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme me shenja përkujtimore sipas neni 17 të ligjit për monumentet përkujtimore dhe shenjat përkujtimore, të iniciojë dhe zbatoj gjithë procedurat e nevojshme administrative dhe urbanistike, po që nevoja përfshi edhe ndryshime në planit urbanistik për të caktuar zyrtarisht hapësirën për këtë qëllim, dhe të marrë vendim për ngritjen, financimin së bashku me donatorë të mundshëm për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e atij parkut memorial që duhet të jetë një nevojë e rëndësishme për qytetin e Tetovës, që të mos harrohet edhe një herë tragjedia, por të jetë një park me 14 ulse në kujtim të 14 viktimave që do t'i mbajmë mend ne si qytetarë si një ndër tragjeditë më të mëdhaja, dhe të njëjtën kohë kjo do shërbejë edhe si një thirrje për drejtësi të vërtetë, sepse familjarët e viktimave ende nuk e ndjejnë që ka patur drejtësi të vërtetë për tragjedinë në spitalin modular. Përndryshe, më 8 shtator të vitit 2021, në spitalin modular të Tetovës, ku trajtoheshin pacientët me COVID-19, shpërtheu një zjarr i cili i mori jetën 14 pacientëve që trajtoheshin aty, por edhe antarëve të familjeve të tyre që ndodheshin brenda duke u kujdesur për pacientët.